Luftar Meçani nga qyteti i Delvinës prej rreth 10 vitesh i është përkushtuar blegtorisë, duke u kujdesur për rreth 50 krerë të imta me të cilat siguron jetesën e familjes së tij. Blegtoria mbetet burimi kryesor i të ardhurave për të, ndërsa puna kërkon angazhim të përditshëm. Gjatë sinës së dimrit, Meçani tregon se kujdesi për bagëtitë është edhe më i madh, veçanërisht në këtë periudhë kur ato janë në kohën e shtimit. Ushqimi, strehimi dhe mbrojtja nga të ftohtit janë elementët thelbësor për mbarvajtjen e tyre. 10 vjet me këto timta që kam pakun. Stina e dimrit duan tagjin dimrore, misër, jonsh, elb, asëll, gjysmë kam pjell, gjysmë s'kam pjell akoma. Janë që më mbrapa. Kjo është stina tani që vazhdojnë deri në mes të shkurtit. Pastaj s'kam. Duan kujdes të veçantë tani që është kjo stinë për to? Po tani duan se janë dhe sheleket e vegjël. Vaksinat i marrim edhe i bëjmë vetë me shoqëri. Për të siguruar të ardhura, luftar Meçani tregton produktet e blegtorisë, por shprehet se çmimet që ofrojnë tregtarët nuk janë të kënaqshme dhe shpesh nuk mbulojnë kostot e përkujdesjes. Ai thekson nevojën për më shumë mbështetje për blegtorët, në mënyrë që puna e tyre të vlerësohet siç duhet. Qumshtin edhe sheleket tani për vitin e ri. Qumshtin e shpirë me baxho. Kështu jemi të rregull me baxho, po çdo s'ka shumë leverdi. E marrin me çmim të ulët? Mesatar çmimi, nuk është edhe i ulët edhe i lartë. Po ka probleme shumë. Kërkesat ka, po na mbulon më shumë treguaj. Vin jo shelek, jo qumsht. Megjithse puna me bagëtitë është e lodhshme dhe kërkon përkushtim të madh, ai do të vazhdojë të angazhohet në blegtori, duke shpresuar që në të ardhmen të ketë mbështetje më të madhe për blegtorët dhe çmime më të drejta për produktet e tyre.